sot unë, po unë ndjem me i motivuar se kur nga ky pozicion. Nuk kam unë absolutisht asnjë gjë personale, por në këto rrethana, alternativa e vetme është të qëndrosh me të gjithë fuqinë, edhe ne po qëndrojmë. Se duhet ndalemi. Shqiptarët nuk kanë me votën. I këtë dëgjuar i thonë, zgjedhjet patën thonë administrim, u mirë administruar. Po ju nuk e dini, ju them unë ju. Administrimi më i shkëlqyer, më i përsosur i zgjedhjeve bëhen diktaturë. Po, si administrim, perfekt. Po ata kishin një të mirë. Ishin më të sinqertë. Ata nuk flisin për zgjedhje, flisin votim. Ata flisin për votime. Votim fillonte vetëm kur shpallte, u shpallën zgjedhjet për kuvendin e Shqipërisë 6 muaj para dhe pastaj 6 muaj rresht vetëm votim, se s'kishte garë. E dinin ata, ishin tërgjegjshëm atë. Po kështu nga pikpamja e administrimit, ishin të përsosur. Administrimit, pra, nuk mund të merret administrimi një etalon. Sa atë e bën më mirë se kush do e bën diktatura. I merrin me helikopter, me ushtri, i çonin ato kutitë e votimit në pikat më të largëta, i filmonin, i paraqistin, që ja organizimi. Ka që është kjo, am thonë. Pra, unë po bëj